Hana është foshnja e parë nga Bram Curi e lindur në Gjakov për vitin 2026. Ajo ka ardhur në jetë vetëm 5 minuta pas hyrjes së vitit të ri në repartin e lindjeve të Spitalit të Përgjithshëm të Gjakovës. Nëna e saj, Ariola Demnushi, nga qyteti i Bram Curit, ka shprehur lumturinë e madhe që vajza e saj është fëmia i parë i lindur në Gjakov për vitin 2026. Çdo gjë ka shkuar mrekullisht, fal doktorit, shumë të mirë. Më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, infermierët, gjithë stafi ka qenë i mrekullueshëm kundrejt meje. Jam shumë e lumtur se ishte fëmia i parë i 2026-s. Jam jashtëzakonisht shumë mirënjohëse ndaj stafit, se kanë qenë shumë të përkushtuar ndaj meje. Nëna dhe foshnja gëzojnë shëndet të plotë dhe ndodhen në kujdesin e stafit mjekësor. Kujtojmë se banorët e qytetit Bram Curit vijojnë të përballen me mungesën e mjekëve specialistë në spitalin e tyre. Kjo situatë i detyron në qytetarë të drejtohen drejt Gjakovës, jo vetëm për vizita mjekësore, por edhe për ndërhyrje kirurgjikale dhe shërbime ginekologjike, duke kthyer këtë qytet në një pikë referimi për shërbimet shëndetësore për zonën.